Është ndar nga jeta në moshën 67 vjeçare në shtëpinë e tij në Philadelphia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si pasojë një tumori në mulçi. Joe Frazier, një nga legjendat e boksit botëror të viteve 60-70 të shekullit të kaluar. Frazier, i cili mbahet mend si një nga rivalët e pakët të mitit Muhammad Ali, kishte disa ditë që ndodhi në gjendje mjaft të rëndë shëndetësore dhe mediat amerikane kishin cituar burime spitalore se vetëm një mrekulli mund të shpëtonte 67 vjeçarin Frazier nga vdekja. Njëri prej boksierëve më të mëdhenj që ka njohur historia e këtij sporti ishte diagnostikuar me tumor në mulçi vetëm një muaj më parë, ndërsa pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, nuk është shmangur dot vdekja e tij. Lajmi tragjik për ndarjen nga jeta të Joe Frazier ka tronditur të gjithë botën e boksit, teksa të apasionuarit e këtij sporti mund të kujtojnë fare mirë forcën jashtëzakonisht të madhe fizike të këtij boksieri, e sidomos të majtin e tij shkatruese. Mes të tjerash, Frazier ka garuar jo vetëm si profesionist, por edhe si amator, duke fituar medaljen e artë në Olimpiadën e Tokios në 1964, ndërsa bën pjesë edhe në Hall of Fame të boksit. Joseph William Frazier lindi në 12 janar të vitit 1944 në një qytet të vogël të Karolinës së Jugut dhe u transferua në moshën 17 vjeçare në Philadelphia për të vijuar karrierën e tij në boks. Si profesionist, i ashtuquajtur Smoking Joe, zhvilloi 37 takime, duke fituar 32 takime, duke humbur 4 dhe barazoi vetëm 1. Për 3 vite, 1967, 1970 dhe 1971, ai u zgjodh boksier më i mirë i vitit nga revista amerikane Ring Magazine. Frazier la pas 11 fëmijë, 3 prej të cilëve 2 djem dhe 1 vajzë, kërkuan të vazhdojnë karrierën në boks. Nuk ka dyshim që emri Joe Frazier lidhet ngushtë edhe me sfidat e paharrueshme me legjendën Muhammad Ali, pasi ishte pikërisht ai që mundi për herë të parë Alin në 1971 në New York, pasi ndeshje që zgjati 15 raunde. Më pas, Muhammad Ali fitoi 2 ndeshjet e tjera, po me pikë disa vite më vonë. Sfidat Frazier Ali janë konsideruar më të bukurat e gjithë historisë së boksit.